Çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte? Mund ta them me siguri, unë jam tek kryeministria, por arrit të shikoj qytetar deri tek ministria e brendshme. Pra bulevardi Dëshmorët e Kombit më shumë se asnjëherë tjetër është i mbushur plot me qytetar protestues. Është nga ato protestat shumë ndryshe që unë nuk jam mësuar të raportoj, nga ato protestat politike, të cilat deri diku edhe mezi në raste caktuara kanë mbushur sheshin, ndërkohë në këtë moment nuk ka asnjë hapësirë të sheshit apo të bulevardit Dëshmorët e Kombit të lirë. Pra kjo protestë ka dalë jashtë çdo lloj pritshmërie të mundshme.